Më 13 nëntor në Rom do të zhvillohet një takim i përbashkët i qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Kryeministrat Rama dhe Meloni do të kenë edhe një takim kokë më kokë, ndërsa mes dy vendeve pritet edhe të nënshkruhen një sër marrëveshjesh me interes të përbashkët. Qeveria shqiptare dhe ajo italiane do të zhvillojnë një takim të përbashkët më 13 nëntor në Rom. Përveç kryeministrave Edi Rama dhe Giorgia Meloni, pritet marrin pjesë edhe nga 10 ministra nga secila qeveri. Në agjendë është parashikuar që fillimisht të ketë takime bilaterale mes ministrave, sipas fushave përkatëse të përgjegjësisë. Rama dhe Meloni do të kenë gjithashtu një takim tet-a-tet dhe më pas një mbledhje të përbashkët me ministrat. Mes dy qeverive do nënshkruhen edhe disa marrëveshje, ndërsa mediave do t'u adresohen me deklarata krerë të qeverive të dy vendeve. Në prag të këtij takimi, qeveria shqiptare miratoi në parim një marrëveshje për bashkëpunim strategjik me qeverinë italiane në të paktën 10 fusha, që nga shëndetësia, energjia e mjedisi, deri tek industria e siguria apo rritja inteligjente. Të gjithë ministrat shqiptar të lidhur me këtë marrëveshje do të jenë të pranishëm në këtë takim. Bashkëpunimi mes qeverive të Tiranës dhe Romës ka një urritje së fundmi. Një marrëveshje që shihet me interes nga të dyja qeveritë është ajo që parashikon ndërtimin e linjës së re në ujore mes dy brigjeve të detit Adriatik dhe që do të mundsojë prodhimin dhe transferimin nga vendi ynë drejt Italisë të energjisë me burime të rinovueshme si era dhe dielli. Një marrëveshje shumë e rëndësishme ishte edhe ajo për transferimin e emigrantëve nga Italia në qendrat e ngritura në Shëngjin dhe Gjadër. Falë bashkëpunimit mes dy qeverive, që nga një korriku rreth 421.000 shqiptarëve u janë njohur kontributet shoqërore për efekt pensioni.